pushoni një çast nga aktivitetet e shumta dhe dëgjoni një koment për jetën nga Dr. Harold Sala. Njeriu u krijua për Perëndin, por ata që shpresojnë te Zoti fitojnë forca të reja. Ngrihen me krah si shqiponja, vrapojnë pa u lodhur dhe ecin pa u lodhur. Isaia kapitulli 40 vargu 31. James A. Gray tregon historinë e një burri i cili eci përmes pyllit dhe gjeti një shqiponjë të vogël. Duke i ardhur keq për shqiponjën e vogël, që me sa duke kishte rënë nga foleja dhe duke pasur frikë se ndonjë kafshë e egër në pyll mund ta shkelte dhe mund ta vriste, ai vendosi ta merrte me vete në shtëpi dhe ta vendoste në kopshtin e tij. Brenda disa ditëve, shqiponja e vogël ju përshtat mjedisit dhe filloi të hante ushqim pulash. Shumë shpejt nisi të sillej si pulat që ishin aty. Sidoqoftë, një ditë, një naturalist po kalonte aty pranë dhe e pa shqiponjën në mes të pulave. Duke menduar se kjo ishte e çuditshme, ai e pyeti të Zotin e tokës se si ishte e mundur që një shqiponjë, mbretëresha e të gjithë zogjve, duhet ishte e mbyllur në një kopsht si një pulë e zakonshme. Duke qenë se i kam dhënë ushqim pulash dhe e kam trajtuar si një pulë, ju përgjigj fermeri, ajo nuk ka mësuar asnjëherë të fluturojë. Sillet si gjithë pulat e tjera, kështu që nuk është më shqiponjë. Sido që të jetë, këmbguli naturalisti, ajo ka zemrën e një shqiponje dhe me siguri mund të mësojë të fluturojë. Pasi biseduan, dy burrat ranë dakord që të mësonin nëse kjo ishte e mundur. Butësisht, naturalisti e mori shqiponjën në krahët e tij dhe tha: "Ti i përket qiellit dhe jo tokës. Hapi krahët e tu dhe fluturo." Megjithatë, shqiponja ishte e hutuar. Ajo nuk e dinte se çfarë ishte dhe duke parë pulat që po hanin ushqimin e tyre, ajo u hodh menjëherë për të qenë sërish me to. Pa frikë, ditën tjetër, naturalisti e mori shqiponjën në majën e çatisë së shtëpisë dhe e nxiti sërish duke i thënë: "Ti je shqiponjë, hapi krahët e tu dhe fluturo." Por shqiponja kishte frikë nga vetja e saj që nuk e njihte dhe nga bota, dhe sërish zbriti poshtë për të ngrënë ushqim pulash. Ditën e tretë, naturalisti u ngrit herët dhe e nxorri shqiponjën jashtë kopshtit për ta çuar në një mal të lartë. Atje, ai e ngriti lart mbretëreshën e zogjve dhe e nxiti sërish duke i thënë: "Ti je një shqiponjë, ti i përket qiellit dhe tokës. Hapi krahët e tu tani dhe fluturo." Shqiponja pa përreth, pa kopshtin pas dhe pastaj lart në qiell, por prap nuk fluturoi. Atëherë burri e ngriti atë drejt diellit dhe ndodhi që shqiponja nisi të dridhej dhe dal nga dal hapi krahët e saj. Në fund, me një zë triumfator, ajo u ngrit lart në qiell. Ka gjasa që shqiponja t'i kujtoi pulat me nostalgji. Ka gjasa që ajo ta vizitoi sërish kopshin. Por për aq sa dim ne, ajo nuk është kthyer më kurrë për të bërë jetën e një pule. Megjithëse ajo u mbajt dhe u zbut si një pul, prapse prap ishte shqiponjë. Dhe asgjë nuk mund ta ndryshojë këtë. Ndërsa mendoj për shëmbulltyrën e shqiponjës rritur si pul, në mendje më vijnë fjalët e Shën Augustinit, i cili shkroi: "Ti na ke krijuar për veten tënde, o Perëndi, dhe zemra jon nuk do të ketë qetësi derisa të pushojë në ty." Në kuptimin e vërtet, shëmbulltyra e shqiponjës është historia e çdo njeriu. Ju u krijuat për të pasur bashkësi me Perëndin, për të ngritur me krah si shqiponja mbi kopsht, por ju u ndat nga Perëndia prej mëkatit që erdhi mbi njerëzimin. Në vend të bashkësisë me Perëndin, ne jemi ndarë dhe jemi bërë të huaj për atin ton qellor. Ashtu si naturalisti e ngriti shqiponjën drejt qiellit, Jezus Krishti u ngrit në kryq, dhe përmes vdekjes së tij, ai bëri të mundur që ju të keni paqe me Perëndin, dhe që me krahët e besimit të ngriheni mbi mëkatin që ndot dhe shkatron. Sa po dëgjuat Dr. Harold Sala në këtë koment për jetën. Për më shumë informacion për këtë program, vizitoni radioviz7.net. Do dëshironim shumë të na shkruanit në info@radioviz7.net.